ka patur kontrole të BKH-s në Shkodër. U raportua që ka lidhje me shtabin e Tom Doshit. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Ngjarja e fundit dhe pastaj ne do flasim edhe për gjërat përgjithshme, ku shkojnë kontrollet dhe cilat janë zonat e rrezikuara. Po, është vërtet, sikur se e thatë ju zoti Rakipi, Byroja Kombëtare e Hetimit, disa agent të mbështetur nga Policia e Shtetit dhe Policia e Shkodrës kanë ushtruar kontrolle ditën e sotme në terren në orët e para të mëngjesit dhe kanë ushtruar kontrolle personale dhe të automjeteve për disa shtetas të cilët dyshohen se janë bashkëpunëtor ose pjesë e shtabeve elektorale të Partisë Social-Demokrate të zotit Tom Doshi, që sigurisht zoti Tom Doshi është faktori kryesor ose determinant në një farë mënyrë në Shkodër për shkak të influencës që ai ka dhe që patjetër që mund të prishë edhe balancat mes dy partive të mëdha politike, Partisë Socialiste nga njëra anë dhe Partisë Demokratike nga ana tjetër. Është hera e parë në fakt që u ka nisur fushata zgjedhore, pra muajin e fundit është një hetim i iniciuar nga ana e policisë së Shkodrës dhe është vënë në lëvizje prokuroria e posaçme. Ditën e djeshme, gjykata e posaçme mbi bazën e kërkesës së prokurorisë ka firmosur 6 urdhër kontrolle që kanë të bëjnë pikërisht me 6 shtetas, 9 automjete dhe po ashtu është vendosur që të merren celularet të gjithë këtyre personave. Çfarë ka ndodhur? Ditën e sotme janë ushtruar kontrolle në Vaun e Dejës dhe në Malsinë e Madhe dhe janë gjetur disa të dhëna të cilat mund të jenë interesante sa i përket hetimit të kësaj çështje. Duhet sqaruar që po hetohet për korrupsion në zgjedhje ose thënë ndryshe për qytetarët shitderje të votës. Dhe konkretisht ka rezultuar që gjatë këtyre kontrolleve janë kontrolluar 7 persona, njëri prej të cilëve punon në OSHE dhe janë marrë 7 celular, të cilët janë duke u kthyer dhe zbërthyer nga ana e specialistëve në Byron Kombëtare të Hetimit dhe Prokurorinë e Posaçme. Është ushtruar kontroll mbi 9 automjete, njëri prej cilëve është në pronësi të OSHE-s dhe përdorej nga njëri nga këta persona i cili ishte i punësuar në këtë institucion dhe po ashtu janë gjetur lista me emra qytetarësh. Ky operacion është i koduar premtimi, sepse sipas hetimeve të deritanishme, edhe përmes dëshmitarëve, por edhe përmes vëzhgimeve në terren, nga ana tjetër edhe përmes të dhënave të marra ose të dhënave të marra përmes përgjimeve, rezulton se janë premtuar para në këmbim të votës. Dhe për këtë arsye janë firmosur edhe urdhër kontrollet. Nuk ka patur të ndaluar, sepse prokuroria është duke bërë tashmë kryqëzimin e të dhënave mes atyre të dhënave që ka përftuar nga përgjime telefonike, nga të dhëna dhe vëzhgimet në terren, sepse agentët e BKH-s kanë të paktën një muaj që kanë zbarkuar në qytetin e Shkodrës dhe kryesisht janë vendosur në disa zona që shikojnë si problematike, si që është Vaji i Dejës apo Malësia e Madhe, dhe po ashtu rezulton që ka edhe të dhëna, pra celularët janë marrë dhe për shkak se bëhet fjalë për një krim që është duke vijuar dhe që mund të gjenden 10 komunikime, të cilat mund të japin të dhëna konkrete për të shkuar në arrestimin e mundshëm të personave. Të gjithë personat, njëri prej tyre nuk e ka pranuar kontrollin e policisë dhe e ka refuzuar atë dhe për këtë arsye është shoqëruar disa orë në komisariat, më pas është lënë i lirë. Në momente që ne flasim janë duke u gëshetuar këto të dhëna, por ajo çfarë është për tu theksuar është që janë gjetur një lista me emra qytetarësh dhe për krah tyre shumat përkatëse që dyshohet se do t'u jepeshin në këmbim të votës, së dyti janë gjetur shumë të konsiderueshme parash, thot Policia e Shkodrës, dhe së treti janë gjetur edhe tollona të naftës, të cilët përdoreshin për efekt të fushatës zgjedhore. Duhet kemi parasysh që ky kontroll në Vaun e Dejës vjen vetëm pak ditë pasi kryeministri zoti Rama ishte në Shkodër, në atë që është mitingu përmbyllës në qarkun Shkodër, dhe nëse ju kujtohet, tërhoqi vëmendje një shprehje ose një kritike ti në drejtim ose në adresë të kryetarit të Bashkisë Vaut të Dejës, Kristian Shkreli. Dhe mes të tjerash, zoti Rama latën kuptohej që me sa duket, zyrtarët të bashkisë apo persona të lidhur me Partinë Socialiste mund të punonin në favor të Tom Doshit, pra të Partisë Social-Demokrate, sepse kryeministri ndër të tjera tha, Kristian, mos luaj me 2 porta. Pra ishte në një miting ose tubim publik, që kryeministri zgjodhi në një farë mënyre të bënte shembull dhe besoj po të kërkoni edhe transmetimet tuaja mund të gjeni momentin që ai bëri edhe kritikën të kryetarit bashkisë. Dhe të thash janë fokusuar pikërisht në këta 2 momente, pra në bushat të Vaut të Dejës dhe në zonën e Malësisë së Madhe, aty ku mendohet që janë edhe 2 zonat më problematike sa i përket qarkut të Shkodrës. Çfarë rezultatesh do t'japin celularët, pra kryqëzimi të dhënave,
sepse mund të ketë shumë komunikime, mund të ketë komunikime mes atyre qytetarëve që janë gjetur listat. Klodi, një sekundë, ndalojnë që të sqarojmë. Kryeministri sigurisht që ka informacion të veta dhe mund të thotë gjithçka në një vend. Patjetër. Kryetari i opozitës ka informacion të veta dhe ju ti e dëgjuar që ka për shkak sepse ka njerëzit e tyre në terren. Punon njerëzit e vetë në terren. Tani aty janë gjetur vërtet para. Po, e kanë një njoftim zyrtar. Të konsiderueshme. Ata thonë që janë gjetur shumë parash, tollona nafte dhe lista me emrat të qytetarëve. Dhe operacioni është koduar premtimi, sepse sipas të dhënave të deritanishme, ka dyshime të arsyeshme prokuroria e posaçme dhe ky operacion nuk është bërë me urdhër të prokurorisë. Është autorizuar me vendim të gjykatës së posaçme. Dhe të gjithë personat që janë kontrolluar, që janë 6 shtetas, është bërë quhet kontroll fizik, pra u është marrë celulari, dhe janë kontrolluar 9 automjete, të cilat dyshohet se mund të transportonin para ose nuk përcaktohet shuma dhe nuk është konfirmuar deri në këto momente, unë nuk mund të abuzoj dhe ju e dini, dua të jem korrekte me opinionin publik. Pra ato gjëra çfarë unë kam të konfirmuara dhe dua të jem shumë e ndershme në raport me faktin, por policia, edhe pse unë kam raportuar që në mëngjes për këto kontrolle, policia vetëm gjysmore më parë ka pranuar zyrtarisht këtë operacion, duke konfirmuar gjitha faktet, por duke sjellë si detaje këto 3 momente që në këndvështrimin tim janë shumë interesante. Listat me emrat e qytetarëve është pak a shumë si rasti 2021-shit në qytetin e Elbasanit, ku gjetën lista me emra qytetarësh, shumë parash, në rasti konkret janë gjetur edhe tollona nafte. Pra ky operacion është duke vijuar, me çfarë unë kam kuptuar, po këtë e kam marrë me rezerva, kam konstatuar që ndonjëri nga që është pjesë e shtabeve mund të jetë infiltruar i prokurorisë, sepse prokuroria dhe pra kur agjentët e BK-s dhe policia e shtetit ka zbarkuar në terren, ka patur informacion të detajuar dhe të saktë për vendodhjen e subjekteve që kishte objekt kontrolli me vendim të gjykatës. Pra çka do thotë, ata kanë shkuar në pikat përkatëse pa patur asnjë problematik dhe në një farë mënyre i kanë zënë në flagrancë pa patur mundësinë ata që mund të hiqnin listat me emrat e zgjedhësve, mund të hiqnin parat apo sende tjera që mund të shërbejnë hetimit. Pra, kjo është ngjarja në Shkodër. Po, në Shkodër. Dhe domethënë deri tani të saksojmë dhe njëherë për shikuesin, policia ka saksuar, BK-ja ka saksuar, domethënë përkatësisht edhe njëherë vendet? Ja, po ju them, në Malsinë e Madhe dhe në Vaun e Dejës, për qenë korrekte me shikuesin tuaj, Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me BK-n, Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale dhe Drejtorinë e Policisë së Shkodrës, në vijim të punës intensive të bërë në gjithë vendin për parandalimin e krimeve zgjedhore apo goditjen e tyre në qarkun Shkodrë, ka zhvilluar ose fazën e parë të operacionit kundër krimeve zgjedhore të koduar premtimi. Në datën 7/5/2025 janë firmosur urdhrat për kontrollin fizik ndaj 6 shtetasve dhe 9 automjeteve dhe nga këto kontrolle janë sekuestruar celular, para dhe lista me emra qytetarësh që janë gjetur, pra ky është njoftimi zyrtar dhe nga kontrollet e kryera. Në kuadër të këtij operacioni janë sekuestruar 2.7 celular, pra nga 6 kontrolle 7 celular, dokumente të ndryshme, një shumë parash euro dhe lek dhe tollona karburanti. Hetimet në kuadër të këtij operacioni janë duke vijuar. Pra është njoftimi është më i detajuar me emra konkret, janë mbi PSD-n e Tom Doshit. Deri më tani që ne flasim, po. Duhet kemi parasysh zoti Rakipi, që zoti Doshi ka qenë shumë i ashpër në retorikën e tij. Ai në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, në mos gabojmë, ka patur 3 përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë. Beteja e tij në Shkodër, që historikisht ka marrë 2 deputet, me sa duket ka qenë një premis ose më saktë një përpjekje e tij për të marrë edhe mandatin e tretë, që në fakt do të dëmtonte të dyja forcat kryesore politike. Ai ka patur debate dhe akuza të ndërsjella me kryebashkiakun e Shkodrës zotin Benet Beci, madje një moment zotin Beci e ka akuzuar edhe si njëri që punonte në favor të ish kryeministrit Sali Berisha, pra situata në Shkodër ka qenë shumë e nxehtë dhe shumë problematike. Po sa i përket strategjisë së hetimit të krimit zgjedhor, ky është rasti i parë pas atij të lushnjës, që në fakt nuk ishte një aksion tipik i SPAK-ut, ky është rasti i parë që SPAK ka marrë vendime kontrolli si personal ashtu edhe të automjeteve për ata që njihen si kontingjentët e blerjes së votave nga qytetarët.